dove gjitha informacionet me ne. Ishte kënaqësi ime, faleminderit për juve. Shumë faleminderit. E tani të dashur shikues, rrjedhën e emisionit po e vazhdojmë duke ndëruar komplet temë të informacionit, pasi që linjën do t'ja kalojmë gazetarës tonë Sara Sheu për intervistë me ekspertin e ekonomisë Safet Gërxhaliun. Mirëmëngjesi Sara, linja për ty. Mirëmëngjesi Jeta sërish. Atëherë jemi pikërisht këtu me zotrin Safet Gërxhaliu, i cili tashmë me profesion tash sa vite është ekonomist, ku do të flasmi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë, ku është rritur për 16.1%. I nderuar, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Atëherë fillimisht, a mund të na tregoni se cilat janë arsyet që kanë dërguar, arsyet ekonomike që kanë dërguar deri në rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 16.1%? Në rreth parë duhet kuptohet që në Kosovë ditëve të fundit është aktualizuar më të madhe çështja e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike, me të drejtë qytetarët dhe bizneset kanë arsye të ankohen, mi po besoj që duhet të ngritemi situatat shumë në mënyrë më parabolike. Brenga më e madhe nuk është vetëm rritja e çmimit të energjisë elektrike, po fakti që në Kosovë nuk flitet për ide të reja dhe për projekte të reja të cilat do të gjenerojnë apo do të shtojnë prodhimin e energjisë elektrike. Nëse do të jeni i varur gjithmonë nga importi i energjisë elektrike, atëherë lind pyetja kush garanton që në fund të vitit nuk do të ketë prapë ngritje të çmimit të energjisë elektrike, ku në këtë ngritje ndikojnë faktorë të ndryshëm, qoftë intern, qoftë ekstern. Prandaj besoj që është koha kur duhet krahas pakënaqësisë që shprehen për ngritje të çmimit të energjisë elektrike, të bëhet më tepër presion në aspektin institucional që të ngritet zëri, që të promovohen mundësitë e shfrytëzimit të resurseve natyrore dhe Kosova të mos jetë shtet i varur nga importi i energjisë elektrike, po të jetë edhe eksportues. Është vërtet që kjo ngritje e çmimit të energjisë elektrike ka ardhur si pasojë e para e një politizim të skajshëm të politisë, të ekonomisë, e dyta një keqmenaxhim vërtet shqetësues i korporatës energjetike të Kekut, qoftë në termoelektranën A dhe B, treta është një korrupsion masiv, sepse sot si duket shumë më lehtë është për përfituar duke tregtuar energji elektrike sesa duke prodhuar, dhe në fund të fundit mungesa e një transparencë të mirëfillt dhe një dialog me qytetarët e kanë pru Kosovën në këtë gjendje ku sot jemi të varur nga importi dhe fati i çmimit të furnizimit nuk dihet në të ardhmen. Po, si mendoni se kjo rritje do të ndikojë tek familjet që kanë të ardhura më të ulta? E kam thënë në shumë prononcime që për fat të keq Kosova është ndruar në një shtet të varfër, njerëz të pasur, është krijuar një percepcion që vetëm këta njerëz të pasur janë pasyra reale e Kosovës, po nuk është e tërë Kosova vetëm Prishtina, ka vërtet qendra dhe ka një grup shumë i madh qytetarë të Kosovës që jetojnë në një varfëri ekstreme. Këtë indikator nuk e publikon as Ministria e Financave, as Banka Botërore, as Fondi Monetar Ndërkombëtar, që vërtet është brengosës, dhe në këtë drejtim kjo ngritje e treta brenda 4 viteve që e te i kalon cifrën prej 131.1% ngritje e çmimit, aq sa qëndron në letra, e vërteta nuk dihet, këtë din kosti, këtë din zyra e rregulatorit të energjisë elektrike, por do ta godet qytetarin qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin social, po krahas varfërimit të qytetarëve do të ndikojë drejt për drejt edhe në ekonominë, veçanërisht në sektorin prodhues. Është e pamundur qytetarët e Kosovës që mirë me prodhim të jenë konkurrues në tregun rajonal dhe më gjerë, është e pamundur të dilet në treg kur tregun e lirë të energjisë elektrike të limituar dhe të kufizuar, dhe kur e kemi parasysh faktin që sot nuk është problem vetëm blerja e energjisë elektrike, po transporti i energjisë elektrike është shumë i madh. Kjo është një breng për sektorin privat, ndërsa qytetarët jetojnë në traumat e inflacionit të përjetuar viteve të kaluara. Sot Kosova jeton me çmime evropiane, por me të hyra ndoshta në nivelit afrikan, dhe kur krejsaj i shtohet dhe ngritja e çmimit, besoj do të jetë një sfidë që do ta vobeksoj edhe më tepër shportën e jetesës së qytetarëve të Republikës së Kosovës. Meqense jemi tek qytetarët, do doja të dija nga ju si profesionist i kësaj fushë, si mund të mbrohen qytetarët nga këto luhatje të çmimeve, nëse mund ta quajmë kështu? Besoj që është koha kur duhet ekonomia të jetë në hap me trendet globale. Sot jemi në gjeneratën 4 të zhvillimit ekonomik, është industrializimi digital. Digitalizimi i ekonomisë kosovare nuk ka alternativë. E dyta, duhet të ketë një debat të avancuar
publiko-privat dhe në fund të fundit nuk jetohet nga ndihmat sociale. Shteti zhvillohet duke mbështetur sektorin privat, duke zhvilluar ekonominë, duke përmirësuar imazhin e Kosovës, duke tërhequr investorë dhe investimet tuaj, por të gjitha këto nuk do të vinë nëse Kosova nuk do të ketë stabilitet ekonomik. Prandaj ky duhet të jetë prioritet i prioriteteve, stabiliteti politik, hjekja mundësish apo lobimi për hjekjen e sanksioneve apo masa nga Bashkimi Evropian dhe definitivisht për ekonomi të bëhet me tepër dhe jo vetëm të flitet. Po, zotri Gërgjaliu, si do të ndikoj kjo rritje sa i përket edhe bizneseve, pasi që kemi njësër biznesesh në Prishtinë, në qytetet të ndryshme të Kosovës, në ato të mesme dhe të vogla? Ti thuash diku që sot në Kosovë gjeni ndërmarrje prodhuese që funksionojnë në agregat, dikujt ti duket utopika apo e pamundur, por është e vërtet. Dhe me këtë ngritje të çmimit të energjisë elektrike, e vërtet do të kemi efekte zinxhirore negative. Prodhimet vendore do të jenë më shtrejta, reduktimi i prodhimit do të jetë evident, me reduktimin e do të thotë qarkullimit dhe të prodhimit do të kemi të kurrje të vendeve të reja të punës dhe tëra kjo vërtet do të ndikojë në përkeqësimin e ambientit biznesor në Kosovë. E them këtë bazuar në faktin që ne po flasim për import të energjisë elektrike, po fal kryer politika të gabura, sot Kosova është shtet i varur nga importi. Mos harroni një indikator, në vitin 2024 Kosova ka importuar 6 miliardë 300 milion euro në mënyrë legale dhe eksporti janë duke u tkurrur dhe këta indikatorë duhet të jenë shqetësues. Nuk duhet të bim pre e deklaratave të Fondit Monetar Ndërkombëtar që i analizon vetëm dy faktor apo dy parametra ekonomik dhe del në konferenca për media duke thënë që Kosova ka rritje më të madhe ekonomike në Kosovë, duhet të jetohet në Kosovë, duhet të zbërthehen problemet në Kosovë, nuk duhet të shikohet Kosova vetëm në aspektin vertikal, në stabilitetin bankar dhe makrofiskal, po duhet vërtet të analizon edhe parametra tjerë të cilat janë ngushtë të lidhur me zveti që e paraqesin realitetin e ekonomisë kosovare. Prandaj besoj që është koha kur duhet gjuha e profesionistëve të jetë në funksion të zhvillimit dhe jo gjithmonë politika dhe politikantë e paditur të jenë udhërrëfyes apo ata që e krijojnë vizionin ekonomik të një shteti. Pa mund të themi se kjo rritje mund të jetë pjesë e një strategjie për të rritur sa më shumë investimet në fushën energjetike. Problemi më i madh është që në rrethana normale, nëse vërtet Kosova pretendon të përmbush të gjitha kriteret, qoftë ambientale, qoftë standardet e ndryshme ambientale dhe të përshpejtojë rrugtimin të familjes evropiane, edhe termoelektrana A e termoelektrana B i takojnë të kaluarës. Kosova e ka humbë betejën në luftë me mafinë ballkanike, e cila si duket e ka monopolin e furnizimit apo të tërheqësisë me energji elektrike, e tëra kjo ka qenë gjithmonë në bashkërenditje me politikën e kohës, po edhe me të ashtuquaturit patriotët ambiental, që kinse në emër të mbrojtjes së ambientit e dëmtuan çdo projekt apo e pengun çdo projekt për të investuar në Kosovë. Dhe paradoksi më i madh është, nga Kosova deri në Shkup janë 80 kilometra, me thëngjell të Kosovës prodhohet energji elektrike në Maqedoni, në thëngjell prodhohet në Shqipëri, me thëngjell prodhohet energji elektrike në Malzi, në Bosnjë, në Serbi, dhe lind pyetja, a duhet Kosova të jetë e viktimizuar ekonomikisht në emër të mbrojtjes së ambientit në Ballkanin Perëndimor? Është shqetësuese kur i sheh ata militant ambiental që e kanë bërë çdo gjë në interes të mafisë ballkanike për të penguar prodhimin, sot duke derdhur lot krokodilli në sheshet e Kosovës, pse do thotë po shtrejtohet çmimi. Nëse nuk ke prodhim dhe i mvarur nga importi, atëherë fati i çmimit nuk është në duart tua, po është të tregut. Zotri Gërgjaliu, ju faleminderit shumë për kohën që ndajtët për të diskutuar më gjerësisht lidhur me këtë çështje. Ishte kënaqësi, falem për ftesën. Atëherë jeta, kjo ishte pra dhe intervista me profesionistin e ekonomisë, zotrin Safet Gërgjaliu, linja për ju në studio. Faleminderit Sara për këtë lidhje të drejtë për drejtë, pikërisht për shtrenjtimin e energjisë elektrike prej 16.1